Edhe çdo ditë në mëngjes me ndriçimin e agimit thot: o filan, ana yawmun jadid, un jam një ditë e re, wa ala amalika shahid, un për punë tua jam dëshmitar. Dita do të dëshmoj për Allahu dhul xhelal se un gjatë kësaj dite këtë e kam bërë. Dita do të dëshmoj, vendi ku e kam bërë do të dëshmoj, pjesa e trupit me të cilën e kam bërë gjymtyra do të dëshmoj. Dëshmitar sa dushke, ndash për mirë që ke bo, ndash për keq, Zotin arru. Po në qenë dëshmitarët tu edhe të mint të dëshmojnë për të mirat tona, inshallah jo për të këqijat, mos bëjmë keq. Filan, unë jam një ditë e re, për punët tua jam dëshmitar, dhe mos harron se unë e shkoj dhe mo nuk vi. Unë e sot shkoj, ma nuk vi. Ditët tua jënë të numërume, ta dish, unë e shkoj të një ditë ma pak. Ditët tua jënë të numërume, ta dish, unë e shkoj të një ditë ma pak. Pa valla. A thamë gjithë, edhe frimarin kër e marim, afrohemi nga të vorrit. Se edhe frimarit janë të numëruara, edhe ato, sikur ato samafor, e keni pa samafor? 1 minutë është ati në samafor, 1 minutë. Një mësave, 60 sekunda, më falë. 60 sekunda. Kur mrin aty ti, kur e shet 60, kush dhe e presë është e ketë? A i pi 60, 59, 58, 57, kur ta shëf, 0, hetë shte. Edhe frimarit tona janë qashtu, o vllai dashur, si samafori, të numruara, sekundet të numruara, frimarit të numruara. Shtrëngohet dikush më hajt thu ti se ki mo, e bedu lebet. O vllai dashur, mbi 1000 vjet ka jetu Hazreti Nuhi, ku është? Subhanallah, ka mbet një histori. Andaj, me këtë fjalë, çka do në thot? Allahu dhul xhelal, me këtë nënhijen e këtij ajeti, çka do më them? Deshëm të themi se ta shfrytëzojmë jetën tonë me punë të mira, të kemi kapital në ditën e gjykimit, madje që të kemi kapital edhe pejgamberi të gëzohet me namazin tonë, me agjërimin tonë, me punën tonë. Të mos e dëshpërojmë edhe pejgamberin, të mos i dëshpërojmë edhe prindet, të mos i dëshpërojmë dashamirët me punët tona të liga. Pra të flitet për këtë temë, me të vërtet, ka shumë që ka të thuhet, por një poet, përsëri një poet arab, thot, ja me mbi dunjahu shtegal. O, ti që me dunjo i angazhu. Të ka kap në këtë, merimi me dunjo. Na jemi në dunjo, pa tjetër, a be hoxha folë dunjo, po vllai dashur, ne jemi në dunjo. Po duhet të dim, se jeta në këtë dunjo në krahasim me jetën ahiretit është sangre maje gjelponës uj prej deti. Një pi, sangre, qaqë është, shumë e shkurt. Subhanallah. E nuk ja vlen me humb gjithat jetë të amshushme për një jetë kaq të shkurt. Ja me mbi dunjahu shtegal. O ti që me dunjo i angazhu, harron të përmendje Allah, s'ka vakt të falje namaz, s'ka ko ta vizitoje prindin, s'ka ko ta edukuje vladin, dunjo, ja me mbi dunjahu shtegal. Wa garrahu tulul emel, dhe e kam bashtru shpresa e gjatë. Shpresë, i mitë, hajtë, ka vakt. Ka ko mos me ndo se në këtë jetë për gjithmonë ti keme mbet. El mautu të eti bagdeten wal kabru sunduku l'amel. Thot mos harron se vdekja vjen befasisht, e papritur, dhe varri është sanduku, arka e veprave tua. Me çka do shkojsh te varri, me çka do shkojsh varri. Subhanallah. Një njeri që e ka parasysh se është nën kontrollën e Allahut dhul xhelal dhe me punë të mira kënaqet Allahu, kur të kënaqet Allahu xhenetin e ketë garantuar, jo me veprat tona, po me kënaqësinë e Allahut. Me hidhrimin e Allahut xhenemin i ketë garantuar, po ka një privilegj që mund të bësh taube, mund të pendohesh te Allahu dhul xhelal, edhe ti shkojsh Allahut i pastër. Edhe kur dalim para Allahut, inshallah, Allahu mëkatet, gjunahet që kemi bën, na i ka falë gjatë këtij muaji të bekuar. Inshallah, për hatër të këtij muaji, për hatër të agjërimit, të namazeve, punë mira që kemi bën, Allahu inshallah na shkruan mines salihin, na regjistron në regjistrin e njerëzve të mirë.
edhe nëse kemi gabime, në gabimet I pranojmë o Zot, jemi njerëz, por e dim se mëshira Allahut është më e madhe se edhe gabimet tona. Lutim Allahun